Specialist për hetimin e krimit të Komisariatit të Policisë Shkodër shpallën kërkim shtetasin MP 44 vjeç, banues në Shkodër pasi ka kallëzuar bashkëjetuesi i tij 35 vjeçë e pajisur me urdhër mbrojtje se 44 vjeçari ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj saj. Gjithashtu specialist për hetimin e krimit të Komisariatit të Policisë Shkodër kanë referuar më në prokurori ku ka nisur procedimin e gjendë të lirë për shtetasit FO 63 vjeç, banues në fshatin Juban, pasi u konstatuar se kishte kryer punime ndërtimi pa leje. AH 33 vjeç, banues në fshatin Vugatan, pasi ka kallëzuar një shtetase 37 vjeçë se 33 vjeçari ka fyer dhe shqetësuar nëpërmjet celularit. Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve kanë referuar më në prokurori ku ka fituar procedimin e gjendë të lirë për shtetasin KQ 22 vjeç, banues në Durrës, pas qet kontrollit fizik, shërbimet e policisë gjetën një sasi lëndë dyshuar narkotik kanabis, e cila u sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Shërbimet e policisë kufitare në pikën Hani Hodit kanë referuar më në prokurori ku ka nisur procedimin e gjendë të lirë për shtetasin AT 52 vjeç, banues në Shkodër për veprime penale, veprime që lehtësojnë trafikimin, pasi dyshosin e cilësinë e administratorit të një kompanie në Shkodër. I ka ofruar kushte dhe dokumente shtetasit AS 22 vjeç nga Afganistani, i cili është pajisur me vizë pune false. Specialistë sektorit të policisë rrugore kanë referuar më në prokurori për vlerësim pasi Dinaks rrugor Shkodër Velipoj, shtetasi PM 66 vjeç, duke drejtuar motomjetin ka humbur kontrollin dhe është rrëzuar. Ai po merr mjekim në spitalin të Shkodrës dhe është i ertë rrezikut për jetën. Gjithashtu specialistë sektorit të policisë rrugore kanë referuar më në prokurori ku ka nisur procedimi penal për shtetasit KG 24 vjeç, banues në Dobraç, e K 18 vjeç, banues në Shkodër dhe një 16 vjeçar, pasi u konstatuan duke drejtuar motomjet pa leje drejtimi. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të Revizionit të Përgjithshëm Shkodër për veprime të mëdhenjshme.